plata për që kultivojnë thërën kuvendit, ka kuvendit u propozuan. I nderuar zotëri Imret Demelezi, ushtrues detyre i Ministrit të Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, të nderuar zotëri Bejtush Gashi dhe Kujtim Lepaja, kryetar bordit dhe drejtor ekzekutiv të shoqatës Mjedra e Kosovës, e nderuar zonja Astrid Vejn, drejtore e Karitasit Zvicran në Kosovë, i nderuar profesor Endrit Kullaj nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar partner zhvillimor, kompani eksportuese dhe ekspert ndërkombëtar, të nderuar fermer, gra e burra të tokës, të nderuar të pranishëm. Mirë se u gjetëm në edicionin e 10 të konferencës së Mjedrës, një jubilej merituar që përmbledh një dekadë pune, durimi dhe inovacioni. Këtë vit kemi mbi 350 pjesëmarrës, fermer, institucione, partnere, kompani eksportuese. Kjo sallë tregon qartë se frutat e imta nuk janë kulturë e vogël, por janë një sektor i madh me ambicie, ndikim dhe me shifra. Këtë vit pjesë e kësaj konference janë edhe 30 fermer nga Shqipëria, të cilët kanë nisur të kultivojnë mjedrën sipas modelit Kosovës. Një model i konsoliduar nga shoqatra Mjedra e Kosovës, me mbështetje profesionale në këshillim, organizim të sektorit dhe në ngritjen e standardeve prodhuese. Kosova e sotme është një histori suksesi që po forcohet nga vit në vit, një vend më i sigurt në Evropë, me institucione që profesionalizohen, me sundim të ligjit në rritje dhe me financa publike të shëndoshëm. Kjo performancë nuk është rastësi, është rezultati i reformave të qëndrueshme, bashkëpunimit me partnerët tonë ndërkombëtar dhe përfshirjes reale të të gjitha komuniteteve. Sot Kosova shfaqet si partner i besueshëm euroatlantik, i përafruar me politikat e aleatëve, me rritje ekonomike solide, bankë qendrore moderne, sistem financiar të kapitalizuar mirë dhe me paqe e siguri e cila është përmbajtësore. Kjo klimë stabiliteti, transparence dhe parashikueshmërie është arsyeja pse sektori i frutave të imta, mjedra, dreza e borenica, po gjen tregje të reja, çmime më të qëndrueshme dhe kontrata afatgjate, duke e kthyer suksesin demokratik e ekonomik të vendit në të ardhura të prekshme për familjet tona rurale. Thuhet se sekreti i suksesit në ferm është kombinimi i tokës pjellore me politikat mençura, standarde të larta, më pak burokraci, ujitje të mirë dhe kontrata të ndershme për fermerin. Dhe kur këtyre ushtojë partneritetin e qëndrueshëm mes tregut, atëherë vjelja nuk është vetëm e mirë, por e sigurt sektori më konkurrues dhe me të ardhura më të qëndrueshme për familjet tona rurale. Sot Kosova ka ngritur një zinxhir të plot për frutat e imta, nga pemishtet të qendrat grumbulluese, përpunues e eksportues gjithandej, të cilët e kanë shndërruar bashkëpunimin në avantazhin ton më të madh konkurrues. Pra jemi më konkurrent për shkak se bashkëpunojmë më shumë. Aktualisht në gjithë vendin kultivohen rreth 1000 hektar, me mjedra rreth 180 hektar me borenica, një bazë e fortë që e kemi rritur vit pas viti. Edhe kur vjen puna te shifrat, kemi arsye për optimizëm. Zgjerimi i shpejtë i sipërfaqeve me mjedër ka qenë shembullor, nga rreth 20 hektar në vitin 2011 në rreth 1000 hektar së vjet.
duke e bërë mjedrën një nga kulturat bujqësore me përfitimin mesatar më të lartë për fermer. Diku rreth 96% e prodhimit ton eksportohej, pasi konsumi i brendshëm ishte shumë i ulët. E sot fal rritjes së ndjeshme të kërkesës nga qytetarët tonë dhe orientimit drejt ushqimit të shëndetshëm, eksporti është rreth 75%. Pra eksporti dominon konsumin e brendshëm, po jo aq shumë sikur dikur, 96 me 4%, tash është 75 me 25%. Ndërkaq pjesa tjetër konsumohet si në tregun vendases të Shqipërisë, pra një zhvillim pozitiv që tregon se familjet tona në përgjithësi po konsumojnë më shumë produkte cilësore vendore. Andaj edhe konsumimi i frutave të imta është i rëndësishëm jo vetëm për bazën ushqyese, por njëkohësisht edhe si faktor shëndeti. Dhe në këtë kuptim, Qeveria e Republikës Kosovës, unë si kryeministër, jemi të interesuar që të vazhdojmë t'ju mbështesim gjithnjë më shumë. Pavarësisht rritjes së konsumit të brendshëm, megjithatë, pjesa më e madhe e prodhimit të gjithë dimë se shkon për eksport, duke gjeneruar rreth 10 milion euro të ardhra dhe duke mbajtur mbi 2500 vende pune përgjatë zinxhirit. Kjo është ekonomi reale për familjet tona. Si qeveri, prioriteti ynë është të japim këtij sektori mundësinë të fluturojë edhe më lart, edhe më gjerë, por me rrënjë të forta në standarde dhe në qëndrueshmëri. Këtij qëllimi i shërbejnë 3 politika praktike. E para, financim i mençur për prodhim e përpunim. Do të vazhdojmë mbështetjen për pemishte të reja, sisteme ujitje, rrjeta kundër breshrit dhe modernizim të zinxhirit të ftohtë që cilësia made in Kosova të ruhet nga Ara deri te rafti. E dyta, qasja në tregje. Me shoqatën dhe ngrumbulluesit do të ndihmojmë në forcimin e prezencës ndërkombëtare, përfshirë edhe përmes prezencës në panajire ndërkombëtare, aty ku marka Kosovo Berries po fiton terren çdo ditë e më shumë. Dhe e treta, standardizim dhe certifikim. GAP dhe HACCP dhe gjurmëshmëria nuk janë thjesht etiketa, janë qelësi e çmimeve më të mira dhe i kontratave afatgjatë. Raportet e sektorit tregojnë adoptim rritit praktikave moderne dhe të pajisjeve të automatizuar. Në këtë rrugë, shoqata Mjedra e Kosovës ka luajtur një rol kyç si nyje e cila e lidh fermerin me qendrën e grumbullimit, përpunuesin me eksportuesin dhe gjithë zinxhirin me standardet evropiane. Struktura e saj që bashkon prodhuesit me grumbullues, përpunuesit me eksportues, është model i mirë i vlerës së shtuar në vend për të gjitha fushat e ekonomisë sonë. Sot, teksa festojmë edicionin e 10, dua të falenderoj çdo fermer që zgjohet para agimit, çdo punëtore që mbush arkën me kujdes, çdo teknik që mban në formë frigoriferët, çdo partner që hap dyert treja të tregjeve. Faleminderit shoqatës për punën e palodhur, partnerëve zhvillimor për mbështetjen e vazhdueshme dhe institucionet tona për bashkëvendim të përgjithshëm. Dhe sigurisht një premtim i thjesht nga qeveria, do të jemi partner, jo spektator. Do të jemi lehtësues, jo pengues. Do të jemi garanci që fruti punës suaj të marrë vlerën që meriton në treg. E pa ta pyetur para disa muajve një fermer se si ke planet e parashikimet për sezonin. E ai më përgjigj që ato janë si boronica, në fillim tha janë të errta, apo në fund janë shumë të ëmbla. Le të jetë kështu për gjithë ne, me shumë ëmbëlsi në rezultate, me shumë ngjyrë suksesi në ekonominë tonë. Urime konferenca e 10 e Mjedrës, uroj punë të mbarë, kontrata të mira dhe sezone të mbara për Mjedra, Boronica e Drellza, që shqiptarët dhe miqtanë në Evropë t'i njohin gjithnjë e më shumë si për cilësi produkti, ashtu edhe për rritje prodhimi. Ju faleminderit e gëzuar.
Endrit Kullaj nga Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe njëherët mentori imi para 17 vite në Universitetin e Bolonjës. E nderuara Astrid Vjen, drejtoreshe Karitasit Zistran për Kosovë, i nderuari profesor Kujtim Lepaja, drejtues ekzekutiv i shoqatës Mjedra e Kosovës, të nderuar fermer, ekspert, përfaqësues të industrisë, profesor student, mysafir vendor dhe ndërkombëtar, zonja dhe zotrinj. Është nderëç i veçantë sot me ju jemi në konferencën e 10 jubilare të ndërkombëtare të mjedisë Kosovës. Konferenca e vetme nga sektori i bujqësisë apo agroshqimor që i bën 10 vite. 10 vite rrugtim tregon 10 vite sfida, po tregon më shumë të sukses. Sot kjo konferencë zhvillimore sektoriale është platformë nivelit evropian me pjesëmarrje të gjerë të ekspertëve, të fermerëve, kompanive dhe mbledhësve ndërkombëtar. Mjedra si një kulturë relativisht e re për ne, për Kosovën, tregon një histori suksesi në rritje dhe shembull edhe për sektorët e tjerë. Shoqatra nacionale Mjedra e Kosovës në përkraje edhe nga donatorët sikur se Caritas, ADA, GIZ, CARE, USAID, ka sjellë inovacione, kultivar të rinj, promovime, implementim të standardeve të sigurisë ushqimore, vizita studimore jashtë vendit, po ashtu ka sjellë shembuj e shkëmbime me botën këtu në Kosovë përmes edhe kësaj konference. Dhe mbështetje, po ashtu shërben si shërbim të vazhdueshëm për fermerët në zonat rurale. Prandaj duke marrë si shembull për përfitimet që të gjithë ne po marrim nga njëri tjetri në këto pak konferenca të sektorit agroshqimor në Kosovë dhe duke pas suksesin e sektorit të mjedrave, po edhe sektorit të tjerë të cilët përmes konferenca po shkëmbejnë informatat, që në janar ne do të fillojmë diskutimet për organizimin e javës së konferencave në bujqësi. Nëse do të arrijmë të bëjmë, edhe sigurisht që mund ta bëjmë, do të jemi vendi i parë në rajon që organizon javën e konferencave të bujqësisë. Sepse Kosova duhet të njihet me prodhime me vlerë të shtuar, të kualitetit premium, sepse këtë mundësi na e ka dhënë natyra. Andaj ne duhet të bëjmë investim në dije, investim në inovacion dhe investim në zhvillim. Mjedra po tregohet edhe histori suksesi, nga njëherë kundër narrativës që proklamohet, ku në ferma të vogla, rreth 2000 familje të involvuara, shumica me nën 40-tare, eksportojnë mbi 75% të prodhimit. Prandaj kjo histori e suksesit me ferma të vogla dhe involvim të shumë familjeve dhe bizneset të reja në sektorin e mjedrës tregon se fermave të vogla e atyre të reja në sektorin agroshqimor duhet e do t'i kushtohet kujdes shtesë. Prandaj përkraja jonë si qeveri dhe si Ministria e Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural duhet të vazhdoj tutje me fokus të shtuar. Falë këtij angazhimi, sot sektori ka një bazë të fortë, të qëndrueshme dhe të mirë organizuar. Rezultatet janë të qarta, mbi 1000 hektar me mjedër, mbi 10 milion euro eksporti çdo vit, subvencionime dhe përkraje në rritje çdo vit e më shumë, për dallim në vitin 2024, për dallim nga viti paraprak, 200.000 euro janë dorë më shumë për fermerët e prodhues të mjedrës. Dhe një interes të madh në rritje në të gjitha rajonet rurale të vendit. Interesi për kulturë dhe për kulturat ose frutat e emta po rritet vazhdimisht. Fermerët kanë parë qartë se sektori i mjedrës ofron stabilitet ekonomik dhe potencial të madh zhvillimi. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Bujqësisë mbeten të përkushtuara, sigurisht me partnerët tonë vendor dhe ndërkombëtar, sikurse janë Caritasi, ADA, GIZ e të tjera, të mbështesin këtë sektor me politika të mira, të mençura, investime me sifurfaqe të reja, investime në teknologji, sisteme ujitës, si dhe mbështetje për fermerët e rinj, fermat e vogla, gratë në bujqësi dhe zonat rurale po ashtu, në mënyrë që ky sukses të vazhdoj edhe në dekadën e ardhshme. Ju falenderoj për punën e palotshme, për besimin që keni dhënë në mjedrën e Kosovës dhe në prodhimet e Kosovës. Ju uroj shumë sukses në këtë konferencë dhe në sezonet që vijnë po ashtu. Ju falenderoj shumë.
Është privilegj për mua, si përfaqësuese e Caritasit Zviceran, që të jem pjesë e këtij edicioni apo konferencë të 10 të mjedrave. 10 vite janë arritje, pikaritje mjaft e madhe. Dhe në bujqësi kjo nuk matë vetëm me kohë, kjo është dëshmi e reziliencës nëse i paraqisim 10 cikle të mbjelljes, 10 sezona të korrjes, 10 vite të tejkalimit të sfidave së bashku, që prej konferencës së parë të mjetrës Caritasi i Zvicrës me krenari ka kaluar në për këtë rrugë në mjedra e Kosovës. Konferenca e parë është organizuar nga Caritasi. E kemi vëzhguar këtë ngjarje që rritet prej një mbledhje të vogël në këtë platformë të fuqishme për shkëmbimin dhe inovacionin, të cilin e shohim sot në këtë sallë. Në Caritasin Zviceran, misioni ynë është i qartë. Ne besojmë që zhvillimi real i vërtetë ndodh kur familja ka të ardhura të qëndrueshme dhe kur të rinjtë shohin të ardhmen për vetveten, saktësisht këtu në vendin e tyre dhe komunitetin e tyre. Me mbështetjen tonë dëshirojmë të sigurohemi që të gjithë njerëzit, burra, gra të rinjt mos jenë vetëm pjesëmarrës të tregut të punës, po të jenë udhëheqës në ekonominë e tyre.